Sot për më ndryshu diçka janë edhe më të vogla se sa që janë tash, që unë nuk pres që do t'i kemi edhe dy pas zgjedhje, unë do t'i kemi një pas zgjedhje dhe këtë e kum besue prej shkurtit të këtij viti, sepse kum pa që ky konstelacion i forcave në parlament nuk do të jetë në gjendje, nuk është jaft për me arrit me kriju shumica stabile. Nëse kryetari i subjektit të parë të dalë prej zgjedhjeve të shkurtit, potencialisht që synon të jetë i pari sërish një parti më e madhe në historinë politike të Kosovës, thotë që do t'i kemi 2 palë zgjedhje në muajt në vazhdim, a mund ta marrim seriozisht dhe ta presim një realitet të tillë? Po, ai paralajmëroi se mund bllokoj me rastin e zgjedhjes presidentit, i cili do të zgjidhet në fillim çerekun e parë të vitit të ardhshëm. Llogaritë se vetëvendosja do t'i ketë më shumë se 40 deputet dhe opozitës, gjitha forcave politike tjera nuk i mjaftojnë votat për zgjedhjen e presidentit. Kjo edhe nuk është diçka për të çuditur se gati po bëhen 9 muaj prej mbajtjes së zgjedhjeve të fundit parlamentare, ndërsa i njëjti politikan mashtroi dhe nuk arriti me formu qeverinë, pavarësisht se doli partia parë zgjedhje me 48 deputet. Asnjëherë në historinë parlamentare të Kosovës nuk ka ndodhur një mandatar mos me arrit me siguru votat e nevojshme në kuvend, kjo sepse Kurti me gjas nuk ishte i interesuar as për kompromise, as për koalicione, nuk ishte interes seriozisht. Ai nuk i kishte as votat e nismës, e cila ma herët ka shprehur gatishmëri, ndonë se vazhdimisht thoshte se nëse kalon testi i kryetarit kuvendit, testom një shlirë, sot i kom 61 votat të nevojshme. Dhe rezultati i seancës së dielës tregoi se ai kishte vetëm 56 vota. Pra, Kurti kishte, si me thonë, dikun 17 vota më pak se Dimal Basha, ndërsa të njëjtin e propozoi për ministër. Ç'është e mundur një politikan që ka marrë 73 vota në kuvend, me degradu nga kryetari i kuvendit, me kthy në ministër në qeverinë e tij, ndërsa politikani që ka marrë mas shumë të vota në zgjedhjet e fundit parlamentare nuk arriti me kriju një shumicë thjesht kuvendin e Kosovës. Pra kishte një mashtrim në vazhdimsi. Tash cili është rezultati? Rezultati po shihet qartë se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, nga kampi opozitar flasin se zgjedhjet do të ketë më 7 dhjetor, ndërsa nga partia fituese vetëvendosje po tentojnë që këtë datë me zhvendos me 21 dhjetor, kur fillojnë festat, edhe kur në Kosovë pritet me ardhë mërgjimtarët. Vetëvendosja kalkulon normalisht në votat e mërgjimtarëve, ka përkrajet madhe agje, edhe tenton që në këtë mënyrë me rritë numrin e votave në këto zgjedhje të reja që do të vinë në muajt në vazhdim. Në fakt, asnjë parti nuk po e mohon që po shkojmë